ka shumë nëna të cilat duke qenë se janë të detyruara që të punojnë dhe të jenë larg bebeve të tyre, zgjedhin që qumshin e gjirit ta marrin dhe ta ruajnë për gjatë edhe gjyshja apo kushdo që kujdeset ti ushqej bebet në vijim me të. Sa kohë qëndrojnë qumshti i gjirit, sepse shumica i mbajnë edhe në frigorifer. Në frigorifer, po. Zbehen me ruajtjen apo janë po ato? Tani, nuk mund të themi që është ai qumësh që ka qëndruar disa orë në frigorifer, nuk mund të jetë sikurse ai i cili jepet në mënyrë të menjëhershme. Por nga halli është e vetmi alternativ, më mirë do sugjeroja qumshin e gjirit i cili është ruajtur në kushtet e përshtatshme në frigorifer, se sa ato alternativa të qumshit të formulës. Ajo do jetë në situatat kur nëna nuk arrin dot më që të jap, pra nuk arrin dot që të prodhojë mjaftueshëm për të plotësuar nevojat ushqyese që ka foshnja sipas rastit. Gjë që gjykohet pastaj në varësi edhe të matjeve që bëhen. Pra, shikohet pesha, gjatësia, zhvillimi i fëmijës. Në rast se shikohet që nuk i plotëson nevojat, atëherë patjetër që mund të plotësohet me qumshin e formulës. Por paktën është një alternativë, sidoqoftë.